60 pik Barcelona, 59 pik Atletico e Madridit. Gara sa vjen në nxehtë edhe më tepër në La Liga spanjolle. Atletico që ka marrë lajmin e hidhur, eliminimin nga UEFA Champions League dhe tani synon dy objektiva, kualifikimin për në finalen e madhe të Kupës së Mbretit dhe titulli kampion. Mbi brëma gjithë miq të Supersport jemi live me Atletico Barcelona, live në Civitas Metropolitano, aty ku Atletico i Cholo Simeone sfidon Barcelonën në as tjetër flik. Kush do triumfoj? Oblak, Rinaldo, Mandava, Lenglet, Jimenez dhe Molina, mes fushat Simone, Barrios, Tepau, Delino, dyqe sumit Griezmann dhe Julian Alvarez. Shesin në portë, në mbrojtje Koundé, Ronaldo Araujo, Alejandro Balde dhe Hector Fort. Zgjedhje interesante kjo mes fusha, De Jong, Gavi, Casado dhe Marc Bernal, ndërkohë dyqe sumit Lamine Yamal dhe Rafinha. Interesante lënja në stol të Robert Lewandowski dhe aktivizimit të lojtarit të ri siç është Marc Bernal, por kemi parë në media se Lewandowski ka patur një lëndim në stërvitje dhe për këtë arsye Flick nuk ka kërkuar që ta rrezikojë. Kush do triumfon në këtë takim? Atletico që luan me uniforma zyrtare, ndërkohë për sa i përket të Barcelonës me uniformën e zezë. Kush do triumfoj? Në Madrid. Ka të startoj sfida të Barcelona që do të shkërmoj topin nga qendra dhe ka nisur Atletico Barcelona. Me një ndeshje pak Barcelona, siç e dini, nuk e luajti ndeshje me Osasunën, kjo për arsye për fat të keq u nda nga jeta doktori i Barcelonës. Sfida u shtyr për një datë sa më largët. Nuk e di nëse do të jetë në fund të sezonit. Por në rast se Barcelona e fiton kampionatin, ai ndeshje besoj nuk përfituat, sepse nuk mund të shërbejë asnjërs. Pas se vetëm Osasunës që synon Europën. Ndërkohë Casado dhe Molina. Casado, vjen krosimi lart të zonës, Menez aty. De Paul. Barrios ka një faull të Gavit. Oblak. Barcelona eliminoi shumë let Benficën 3-1, spektakël Rafinhës, Yamal, Yamal dhe Lenglet, kalon Yamal, krosimi, Jimenez aty, nuk shkon topi te Rafinha, topi dorëzohet te De Jong, pasimi, Rafinha, Lamine Yamal, në 13, 0-1 Barcelona, ja, kjo është Barcelona miq. Një Barcelonë e bukur, me pasime, me shkatësi, me goditje, me çdo gjë, çfarë më them më për këtë ekip. 0-1. Ja ku vjen goli. Lamine Yamal. Saktë këto fort. Tani shmarkimin e Atleticos. Nuk është e fort fizikisht, të bërë të eliminimit. Shaktoi rivalit tyre i përjetshëm Real Madridit, por duhet ta marrin shumë seriozisht këtë sfidë. Bernal. Barrios. Julian Alvarez. Griezmann. Topi perfekt në krahun e majtë. Simeone. Topi në zonë dhe largon Koundé. Barrios. De Jong. Topi perfekt. Lenglet. Rinaldo, Mandava. Griezmann. Julian Alvarez. Dhe në saktë. Ishte Koundé. Casado. Marc Casado. Gavi. Koundé. De Jong. Topi tek Bernal dhe Rinaldo. Mandava. Krosimi i dal mjaft mirë, mbrojtësi nga Mozambiku, rivënje takon Atleticos. Është Barcelona. Ndërkohë goditje këndi, topi devijuar nga Rinaldo Mandava. Pra topit Marc Bernal, të shohim se çfarë do të sjell. Është një skem. Hector Fort, krosimi fort me kokë. Casado. Jan Oblak, pret. Super pritje bëri Jan Oblak ndaj Lucas Vazquez, por nuk mjaftoi. Pasi Llorente godit traversën dhe Julian Alvarez për shkak se preku topi dy herë nga pika penaltis.
bëri që arbitri kryesor i asaj sfide ta anullonte golin. Kjo ka shkaktuar polemika tepër të shumta të ashpra. Dhe ka një faull nga Bernal, goditi dënimi. Ka topi Giuliano Simone. Vjen arkimi në zonë. Gjën me kokë! Goditja e keqe nuk qëndot portën e Szczesnit. Fort. Gabon fort! Julian Alvarez! Çfarë u mbet? Nuk është java e tij. Asë sfidë me Getafe nuk shënoj. Ju mjaftoi një gol të Sorlot. Atë shtuan me penalti. Mugun Correa, një nga mungesat e Atleticos. Dosha është shkaktari pse Los Colchoneros ose humbën sfidën me Getafe. Griezmann. Julian Alvarez. Topi perfekt në krahun e Diaz, Samuel Lino. Lino përballë ti Balde. Çfarë bën Alejandro Balde? Casado. Gavi. Yamal. Gavi. Rafinha dhe Jimenez. Jimenez pason sakt. Julian Alvarez. Topi te Griezmann dhe Koundé. Vendimtar. Pozicional. Casado. Yamal. Yamal tek Bernal. Bernal u beto Berenito. Bernal vënohet. Mark Bernal gabon. Barrios falli Yamal. Dhe këtu përfundon me kaq pjesa e parë. Barcelona udhëheq 0-1 me golin e Lamine Yamal, i cili është deri tani heroi kësaj sfide. Në minutën 12 pak raste, por sidomos këto sfidat e kampionatit spanjoll bëhen shumë të zjarrta mes kryesuesve. Timi si shtami pjesë e dytë Atletico Barcelona. Imi si shlame pjesë e dytë Atletico Barcelona, Catalana si t'janë e përsi, me golin e shënuar, nga Lamine Yamal. Gavi, është në pjesë e dytë. Casado, këto pilar, Legle largon, pasim perfekt tek Julian Alvarez. Argentina si tek Simone, shaguar dhe ko Lino për Lorente, Griezmann, dhe dyrje perfekte e Koundé, Ronaldo Araujo, Szczesny, De Jong. Gavi. Yamal. Duhet shpejtësie me Lenglet. Yamal. Jimenez. Është aty. Jose Maria Jimenez. Toper tek Simone. Lenglet më pas. Topi që shko me fat tek Barrios. Griezmann. Julian Alvarez. Toper fet tek Griezmann. Unë do ta bëj çdo që vet, por do ta ketë vështirë. Interesant fakti është se Simone preferon më shumë skemë 4-4-2. Një skemë që duhet vetëm Atletico e zbaton. Barcelona luan me skemën e frikshme 4-3-3. Yamal. Të bëhet Bernal. Renido. Perfekt. Renido mandava. Simone. Shëndërkohë shpejtësin. Renido mandava. Përballë ti Dari, De Jong. Casado. Topilar, Koundé, sakt, Jimenez, Griezmann. Julian Alvarez, është i vetëm, Julian Alvarez, e të pron Alejandro Balde, Szczesny, largo me këmbë, sakt. Yamal, Rafinha, ja ku kjo është mundësia Rafinha, Jimenez, De Paul. Çfarë mundësi Barcelona, Rafinha nuk arrit dot të kotopi shtumbër. Gabon Molina, Casado në krahun e majt, Casado mund të krosimi, Casado Molina i duron një goditje këndi. Të shohim. Kotopi mark Casado. Krosimi spanjoll i lartë. Romu në zonë, goditja Gavi, Rafinha dhe nuk ka rindot të godas. Oblak, Pret dhe Bron banë në lojë Atletico. Kjo do t'ishtë në asë e shesin të priste, do thosha banë në lojë rezultatin, por Atletico është në të zamotash. Gavi tek De Jong.
E un pason sakte. Casado. Mark Casado. Rafinha! Vonohet. U duk I njëjti skenar si në goditën e këndit. Oblak. Gabon. Yamal, Rafinha, shfaquminimesh Barcelona, Rafinha, Gavi, po luan lojën e shpejt, por Casado është kapur mat nga arbitri. Në pozicion e shtoja. Molina Gabon. Gavi. Më në fund Barcelona mund ta posh Atletico një herë, nuk e ka bërë fare në këtë sezon. 1-2 kujtojmë për vëndit desha në Montjuic dhe desha spektakular 4-4. Griezmann vonohet. Dërsak kunde. Yamal. Szczesny, to perfekt. Bernal. To perfekt. Alejandro Palte. Casado. Rafinha tek Yamal. Yamal dërsak Pablo Barrios kërkohet Griezmann. Ja këtu duhet shpejtësia. Griezmann pason tek Sorloth. Vrastar. Shënon sërish Sorloth. 3 herë ndaj Barcelonës. Sorloth. Kur duk se Barcelona ishte gati të merrte fitore, Sorloth vret katalanësit, por është ende herët. Të shohim. Yamal Jimenez. E pason në krahun tek Bernal provon krosimin. Jan Oblak e kontrollon. Atletico do të kënaqet para sepse do të rjapte së kampionatin. Llorente foul, edhe kjo I duhej, kartoni vetë për Casado, nervozizmi ka arritur kulmi tek Barcelona. 2 minuta. Llorente. Molina. Tani mund të jetojë Atletico fitoren. Griezmann. Dhe Ronaldo Araujo aty fort. Griezmann e prek për të fundit. Rivënje fundor për Shesin dhe këtu përfundon sfida 1-1 si në Kupën e Mbretit. Atletico dhe Barcelona shtrëngojnë duar, po Barcelona ishte shumë afër fitores. Yamal nuk mjafton në minutë 13 pasi Sorloth, përsëri Sorloth, shënon Kupën e Mbretit, shënon në fitoren që Atletico arrin me përmbysjen e Barcelonës në Montjuic, shënon sërish, por kësaj radhe në Civitas Metropolitano në minutën e 90 1-1. 61 pik Barcelona, 60 pik Atletico. Reali që luan me Villarrealin. Një sfidë jo të sepse luan në stadiumin La Ceramica dhe Reali nuk e ka të lehtë atë stadium. Mishim I ardhur në përfundim të kësaj super sfide të javës mes Atletico dhe Barcelonës, ta bashkëta me tu. Na tende.